Përshëndetje, a do të arrisi Rama pensionin? Për Ramën po flasim për mirë. Jo, mua më këtë janë. Bje njerë. Rama të rritur I ka pensionet. A je knaqë ti maj Samer? Ka informacione. Jo të lutem sa është e ri. Sa ka rritur ne? Të lutem sa është e re, është e re. Sa I kemi blerë të lutem. Edhe, që u dhe njerëve pasaj? Të lutem sa është e re. Është e re, sa I kemi marrë, është e re. Lutem. Kemi informacione që ke takuar Fatmir Gjafën. E, kam takuar, që qa do me Fatmirin ti? Qa që do me Fatmirin? Çfarë bisetash? Besim që mund të rrisë pensionet nëse fiton zgjedhjet. Tek Berisha apo tek Rama? Te qeveria apo secila se di. Jeni kënaqur me rritjen e pensioneve që është bërë deri tani? Të më falesh, po unë nuk jetoj këtu. Dhe kam 10 vjet. Keni votuar nga diaspora? Kam 10 vjet që nuk marr pensionin këtu se jam në përgjigje se nga ato marifetet e politikës. Kështu që ç'të them unë tash, për mua asnjëri s'është. Sepse derisa njeriu e mat me personale. Unë për vete vuaj 10 vjet, vi nga Amerika, shkoj në gjyqe, nuk marroj punë, gjyqe shtyhet dhe tani thanë rradha mund të bjerë mas 6 vjeç. Pra unë kam vdek atëherë kur të marr pensionin, ç'vlerë ka. Të më falni po. Edhe është koha jashtë asaj çka kam unë, është koha për ndryshim real, jo riciklim. Dhe atë ndryshimi real duhet ta gjej populli kësaj. Po partite të vogla që janë, partite të reja. Aty kam besim. Unë nëse do votoja një nga ato dy tipe, po jo të dy balozat. Balozat e kanë vera Gjergje Lezalin. Nuk mund të vazhdojnë me të falë, se e flas me shpirt, sepse më dhimbë, se pavarësisht se vetë jam bukuria atje, po kam gjithë njerëzit këtu, kam gjakun, kam popullin, kam vendin, kam... Çfarë pune keni bërë? Inxhinier, geolog, që prapë kam punuar nën tokë, 1000 metra nën tokë dhe 2000 metra në sipërfaqe dhe nuk marr pension se kur ika unë, doja dhe 5 muaj të plotësoja moshën, plotësova dokumentat për sigurimin shoqërore dhe më thanë që lej një prokur dikuj, një shokutat, vit marri librezën kur të moshësh moshën. 40 vjet të inxhinier, e më kupton? Dhe kur vete ky shoku atje për të marrë atë librezën, I thonë, po pse s'ka ardhur vet? Ky shkreti harroi, tha, është në Amerikë. Po si ka letër në rregull. E ne filloi. Ja, unë vuaj tash. Ka ardhur gruaja vit për vit, tu marr me këtë punë nuk e zgjidh dot. Nga një gjykatë tjetër, shkallë më lartë, zbrit poshtë. E po kështu zbet, vendi. Atje kam dalë në pension, vajti që unë I mori në telefon, musha ato pikët, mori në telefon, babi im tha I ka plotësu. Po tha, mas 3 ditë të vi, bjeri kartën e identitetit, edhe plotësova 2 formulare, mas 3 ditë merr lekët në bankë. Ja kjo është diferenca, atë duan njerëzit. Është bërë, deri tani. Ja, ju jetoni këtu, është arritur kjo. Thonë online, po njerëzit thonë, unë nuk futem dot me I Albanian. S'ta hap, ja të fut muzikë, po unë për muzikë s'jam keq, muzikë ka rock, sa të dush andej, të më falni, se... Faleminderit, ditën Po, e mirë. na dhem shpirti për vendin, dhe duam ta shohim sa më mirë dhe sa më shpejt. Për pjesën tuaj, se ne I mbaruam ato faturat tona vdojnë. Si jeni, t'ju një dy pyetje. Te kush parti keni më shumë besim që mund të rrisë pensionin? Te kush parti keni më shumë besim se mund të rrisë pensionin? Ati që puna ka mërë dhe gjithë Shqipëria. Të largohen një sahat e pare të merë ju, se la qepën 20 vjetë. Vive, vetëm ju të merë për shtetin. Jeni së vinë të të, majka zjata. Hajda, hikni. Nuk ka bicikleta kështu e veçantë. Ha? Ka bicikletën kështu të veçantë. Se keni bërë me kështu me drita me muzikë? Ka bicikleta e veçantë. Me këngë, Me këngë, me drita. kam qepë hiqimu. Jem në Amerika. Nga me O kam votuar për Trumpin, votoj mo. Absolutisht jo, nuk I gjë fare këto. Të ikin në pushteti, se e qelën. A zgjidhen të pushtet, si va qefi, dhe pushtetin të zgjidhin popli, a I të votore, edhe ki. Popli.
Po pse të votoj? Ja to, gjithë atë. Trumpi, a është pro Berishës? Vetë Trumpi, a është pro Berishës Trumpi? Trumpi? Trumpi. Po. Trumpi habu veç. Ai toni gjithë botën. E më ja dhanë 7 milion vetë e dhanë botën. Kë do më shumë Trumpi, Berishën apo Ramën? Ha? Trumpi, kë do më shumë, Berishën apo Ramën? A, këto di? Ha? Nuk I do fare, se më pushtet ka shumë pjetë. Asnjëri do. Faleminderit. Asnjëri nuk do. Pa jo, e ti ke me gostë, të merri ju ndorë, gostë. Mje keq për zotë. Nuk bata. A gjithë deputeti thot 50 bashti, 50 unë, thot e nuk marrë, s'ka voti me kuka, unë do të votoj. A vetja ke ngjitur këtu? A? Vetja ke ngjitur? Gjiro. Jo, këto drita, këto muzikën. A? Si e ke bërë kështu, si e ke rregulluar? I kom mërë me ikto. A ka dhënë Trump? Ja, edhe këta pa. I kom mërë në Amerikë dhe ka, qës ka këto? Qës ka? Ika, e ka lofë mi u prishtë e mëra. Edhe ti. Zuba, vetëm tri, ta ndjojnë gjithë. Unë nuk I dua. Gjithë deputetit me popë, ajo deputet. Faleminderit. Pa, e ka Rrisë më shumë pensionin me fitimin e zgjedhjeve. Pensioni ka rritur me Hoxha. S'kem nevojë për ta që flasin me Sali Berisha me shok. Në Rogja s'është më. Ajo ka ma pensionin verit. Po nëse do rritet ti do e refuzosh pensionin? Nuk kam nevojë hiç, kam 400.000 lekë. Veri? Kam nevojë hiç. Sa e keni pensionin? 380.000 lekë. Nëse u bëhet 600 do e refuzoni pjesën tjetër? Po lera 600 kur shkojnë varë, kush do bëjnë 600, këta do bëjnë 600.000 lekë. Ata të gënjejnë gjithë me gjithë salin. Sa do të jetë një pension që të përmbush gjitha nevojat? Kurdo? Sa do të jetë një pension që të përmbush gjitha nevojat? Sipas arsyes. Sipas arsyes. Kur ke shumë, argjosh shumë. Kur ke pak, argjosh pak. Kush mendoni që fiton zgjedhjet? Numër 5. Po pse keni numrin 2 aty? Kurdo? Ishe një shok edhe... E, Ja pas ka lënë shoku atë. ne ka lënë më dha mua një. Jeni kënaqur me punën që Rama ka bërë? Po dhe diku mirë. Dhe diku mirë. A mendoni se në një mandat 4 ai do punoj më shumë? Pa tjetër apo- se të shkojnë në Europë. Të shkojnë gjithë Europë në Shqipëri. Nuk I thosha ka, të shkojnë Europë në Shqipëri. Të bëhet antar Europës, të bëhet 27 vende që janë, të bëhet 28. Europa ka shumë kushte. Faleminderit. Përpafshim ditën e mirë.